Të nderuar shikues, ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes direkt nga palestra Karakashi në Pej me duelin e dytë final në konkurrencën e femrave. Bashkimi e fitoi ndeshjen e parë ndaj Pej 03 pikërisht në këtë palestër vetë më parë në një ndeshje të cilën e dominoi në pjesën e dytë. 03 satuoi në Pavol për Çuku Kollën, Goodbolt dhe Jefferson në anën tjetër, për shohim edhe peshën e skuadrës së Bashkimit, Wegener Mid, Muhadri Daci dhe Nikol. Topin e parë, gjithçka gati. Topin e duart e arpnore për Çukut. Elis me njerë sulmin për Çuku. Saj është Alexis Mid. Bukur, I top tek Powell, e cila I realizon pikët e para. Powell kishte qenë më e dalluara me 22 pike, 8 kërcime në duelin e parë. Pikën e katërt. Wegener ndaljet në gjysmë distancë, realizon. Daci, pasimi plotësisht I gabuar I saj direkt në duart e Powell, e cila realizon. Start fantastik I Pejës. Wegener, Alexis Mid ndaljet në gjysmë distancë, janë përgjigja. Se shohim presionin ndaj Alexis Mid, del në skenë definitivisht. Edhe një tjetër top I humbur I Alexis Mid, edhe një kundërsulm I suksesshëm. Në duart e Kamerollit që niset, vjen tentimi për treshe, nuk shkon treshja, teksa Adrian Goodbolt realizon, dalet edhe me faul nga Saranda Daci. Do tjetë edhe vjen e gjuajtje së lirë, vetëm 10 pikë ja ka lejuar Bashkimit. Saranda Daci e gjen depërtimin dhe realizon. Alexis Mid gjen depërtimin. Risa Bilali tek Muhadri. Shkon deri në fund, Aulona Muhadri. Kur duar Alexis Mid tek Muhadri. Bilali për 3, shkon gjuajtja. Mjaft luftarake, e vjedh topin, Alexis Mid, gjuan për 3 pikë, realizon. Bashkimi përgjigje tashmë, nuk dorëzohen Prizrenaset, as edhe në këtë ndeshje. Kiki Jefferson nga marrë topin, Adrian Goodbolt do të realizon në kundërsolm. Niset në kundërsolm. Alexis Mid e kthen tek Nikol, e cila I realizon pikët e para në pjesën e dytë. Me një Çuku Jefferson gjuan për 3 pikë dhe realizon. Kiki Jefferson, Powell, Kollën e gjen depërtimin dhe pikët Ariel Kollën. Saranda Daci, Alexis Mid, gjuan për 3, realizon. Alexis Mid për Çuku, e gjen Paige Powell. I kthen topin tek arpnore për Çuku. Powell, dueli I saj me Dacin, realizon, dalet. Janë mbrojtje gjithsesi lirohet. Powell edhe një realizon. Mjenisa Kamerollit, Etna Regjibi, bukur tek Adrian Goodbolt, asiston e cila qëllon. Paraqitje fantastike, vin pikët në anën tjetër të Destiny Nikol. Mid arrin të gjuan dhe realizon. Alexis Mid, Kiki Jefferson, bukur e gjen depërtimin. Destiny Nikol zgjedh depërtimin vet. Muhadri, 1-1, luan Muhadri. Shtimit në Nikol. Destiny Nikol realizon. Çfarë depërtim? Nikol ndalet në gjysmë distancë, realizon Destiny Nikol. Kollën për 3 pikë, nuk shkon treshja, është Goodbolt aty, kthen tek Powell, e cila realizon në sekondat e fundit. Alexis Mid do të tenton për treshje, realizon Alexis Mid. Është kuadër në 54, shohim edhe një treshen e Alexis Mid. Dhe pikën e saj të 21, ajo e ka kryer punën e saj. Me gjithatë,
duelet e radhës në Prizren ndërmjet këtyre dy skuadrave. Për të vazhduar, skuadra e cila i shënon 4 fitore e para do të shpallët kampione e këtij edicioni.